Ministri Akumbaro në qendrën kulturore shqiptare në Paris. Fokusi gjua shqipe. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Akumbaro zhvilloi një vizitë në qendrën kulturore 28-11 në Paris, ku diskutua mbi forcimin e mësimit të gjuhës shqipe dhe ruajtjen e identitetit kulturor në diasporë. Në këtë takim mori pjesë dhe ambasadori i Shqipërisë në Francë, Tritan Tola, ndërsa bisedimet u përqendruar në nevojat konkrete të komunitetit shqiptar në Francë dhe sfidat e mosimdhënies së gjuhës anëtare jashtë vendit. Gjatë vizitës u theksua rëndësia e mbështetjes së shkollave shqipe me libra dhe materiale didaktike, po ashtu u diskutua krijimi i hapësirave arsimore që synojnë të forcojnë lidhjen e brezave të rinj me gjuhën dhe kulturën shqiptare. Me këtë rast, zonja Anila Smograv, bashkëthemeluese e qendrës dhe nënkryetare e Këshillit Koordinues të Diasporës, një organ këshillor pranë qeverisë shqiptare, prezantoi rrugtimin e krijimit të qendrës duke vënë në pa angazhimin e themeluesve dhe veçanërisht të mbështetjen strukturuese të përparim nishorit dhe Aziz Vardarit, pa të cilën kjo hapësirë nuk do të ekzistonte sot.